Pra vajza, atë ishte radha, stretching, kërcim, uleni. Jo e kundërta, ju ullët. Bot kërcimi, pastaj stretching. Okej, atëre, në fakt e pafundësh historia shqiptare mbushur, ose më saktë, jeta shqiptare mbushur me histori mashtrimesh. Para të dhëna për borxhe nuk thehen kur. Para të dhëna për një set mobilesh, për që nuk i merr dot kur nga një mobileri në fushkruj. Lerjet online. Këto fshesat, këdjun, kam disa raste pa fund, edhe përfitoj nga rastit ta them, se edhe nuk kom tur fare. Kjo kompania Ritello mund të jetë një kompani shumë e mirë, po shkon në përshpije, mashtron këto pleqë të vjetra ka 80-90 vjeç, merre xhaxhi këtë fshesën dhe fshesa bë 3 milion lekë. Që që minon ku t'jeni ty e shitet e Zamir Manës, 3 milion lekë i fshesë. Të bëjmë një provë ke shtëpia jote, 3 milion lekë. Pensionistët ka 100.000 lekë pension kanë, ju jep një i fshesë 3 milion lekë, se i gjeni pa mundur. Që mërë kjo punë kështu? Jo, është fshes me 6 procesa, jo? Se si ja kanë do këto pleqë ma të të kashtës dhe i të rëshë. Me atë që e lakë që një qikë parë të të fshishin. Nese, kjo ishi, by the way. Rasi i konkret, këte e thash me shumë dësha mirësie, se me dash me hy kompanisë, për ja bëj një apel shumë qytetar. Ishtë një dorë nga këto vajte në përshpi pleqë, ku janë vetën, pa kalamojt mrena firmos gjatë, pas e e ketë firmos. Po qërë kam firmos mërë? Se ju vinë fëmijët, kam ra, se ju vinë fëmijët, qësh më kjo fshes 3 milion lekë? E ka firmos baba. Po baba 80 vjeç për plak, që ku ditë baba? Se i bëjnë dhe këte, është vetëm 300.000 lekë. Nuk i thënë 3 vjetë. Vetëm 300. Vetëm ne ja thamë, 300.000 lekë 3-ja. Baba. Baba 3 milion lekë se ka pa gjithë jetës në punë, që ka punu dhe një njerë. Po thoje, që rasi konkret është rasi një djali pe Korçë. Po dhe këhy në mësë, në Oksan, e di që thonë në Oksan vajza. Një nga këto këshu drejtë, kupton i dha 2.000 euro njeri që t'jap të një këshu dyqan online për të shqipë. Drop shop, si quan ata? Drop shop? Drop shipping. Drop shipping, you know what I mean? Yeah. Oh, yeah. Ne i kishim kollaj, kin kaleria, furre bukës, fruta perime. Ju keni kështu? Jo, kishim dhe metrazhe. 3 dyqane kishte Shëngjini. Buka, ushqimore, fruta perime. S'kishte drop shop, jo online, jo... Kemi pas fur buke. Bylmetore, fruta perime, metrazhe, ndame gënë kanë, metrazhe, edhe demodet, po jo që ka gjenë kaleria. Mapoja e madhe, këtu poshke rrugë Elbasoni ka gjenë mapo derivone, edhe libraria. Kënë në kaqe, të shi të lutëm. Kishim librarinë atër. Libraria, po bibliotek? Jo biblioteka qytet, libraria më ku blej libra. Po, libraria, po që blej. Se blieshin librat në të kohë. Po si dhe i blinim. Hajtë se u ala ka atëm, dijeni pak. Dropshipping kështu quhet me këtë lloj termi, një lloj biznesi që po lulëzon edhe në Shqipëri gjatë viteve të fundit që ka të bëjë me tregtinë online. Pra, nuk kemi të bëjmë me dyqane fizike, por me dyqane online, ku personat e interesuar shesin produkte të tyre me çmimin që ata duan. Jam një ri nga qyteti Korçës, i cili kam parë para disa muajsh, jo para disa muajsh, po pikërisht në vitin 2024 nëntor, një faqe në Instagram ndërtonte biznes online, duke vazhduar në premtime të mëtejshme për përfitime të larta. Ishte në krah si ndihmë, unë kam pasur kontaktin e parë me personin në vitin 2024. Më pas vazhduam po prisja të trishja disa lekë të menja shumë të madhe parash për të paguar personin. Po pse sa kërkonte personi për shërbimin dhe çfarë të ofronte konkretisht? Personi në fillim kërkonte 2.500 euro ose 2.500.000 lekë të vjetra. Më po e bëri me gjëja si me ofertë e cila vajti në 2 milion lekë të vjetra. Personin jemi takuar, kemi folur mbi këtë program, kemi konsumuar kafe, edhe kemi folur gjërësisht mbi këtë program. Që do vazhdonim shumë do me. Keni dhënë juve para në takimin e parë? Po, i kam dhënë treqerekun e shumës, të cilat janë 1.500.000 lekë të vjetra, dhe më pas disa muaj i kam dhënë 500.000 lekë të vjetra. Po, do punë nuk janë si do punë, thonë edhe gjërat edhe ngecin. Po që bre, ja dhe pa e njërë, pa e ditur, se kjo është problemi që bëni për erë, o qytetarët e mi këtë të vëndi, qytetarët e mi të ndershëm e të dashur, Chicagojan dhe Chicagojane.
Pse që nga Chicago ti, ja? Po. Mendova që po I flisje qytetarëve këto. Ja, Chicago më plagë. Flet atyre, të shohin dhe ata, thonë sa I mirë I çuni. Ata të trusit të lulelakës, gjithë me radhë, që merren me tregtinë e lulelakës. Si I besoni parat tuaja, se mankoni edhe themi ç'të t'ju bëjmë. I kam dhënë njëri 20.000 euro, pas kam as I letër. Po ç'të bëjmë ne? Po. Me mirë besim. Kena Renea, speciale, aty shkem parrafim, t'i morim lekët. I kam dhënë njërit 15.000 euro për të më bërë një kompleta, për të më sjellë një makinë, po çfarë dokumenti ke jo, po unë ja çova me Western Union Me mirë besim. Andaj është pak për të luash mënç. Unë e kuptoj që ndoshta ato lekë keni shumë easy për t'i bërë, apo të ribërë, apo I merrni ku diun. Punë juaj si njëri që punon gjithë ditën, I bie bretku, mendohet mirë kur jep edhe 100 lekë, dhe 1.000 euro, dhe 100 euro, ku diun. Po jep këti. I thash, kam dhënë 35.000 euro në Londër dhe sot e kësaj ditës më hapë telefonit. Pa I pëlqen budalla me të hap telefonit. 35.000 pound e të hap ke telefonin. Se kuptoj këtë popull, çdo 15 metra ka I zyrë noterie, prap me llafe I gojë bojnë muhabetin. Me lysmen. Ti do të thonë, noter ushimor prap me llafe. Bilardo, dhe I bilardo në 3 noter që e ndanë mes. Vazhdimi. Të ndalemi pak tek pjesa e vazhdimit, sepse unë kam parë disa komunikime në aplikacionin WhatsApp. Komunikimi ka qenë gjithmonë online apo jo? Çfarë ndodhi më vonë? Po, pastaj më vonë kthente një 3-4 ditë përgjigje, mes di përgjigje që theshte, po kam dhe persona të tjerë, theshte, të cilët I kam dhe këta në trajnim, duhet të merren dhe me këta. Po merr patjetër I theshon, po edhe unë të kam paguar si gjithë të tjerët, apo jo. Më vonë pastaj filloi s'po kthente përgjigje fare, ose u bë diçka e vogël, nuk vazhdoi puna siç duhej, nuk përfundonte puna deri në fund. Ky dyqan online, a u hap ndonjëherë, funksionoi ndonjëherë? Jo, vetëm u hap pak fillimi, po nuk kishte përfunduar si dyqan dhe trajnimet nuk u bën ndonjëherë se mund të ishin mbi 2 javë, 3 javë trajnime që duheshin bërë të punë, të ndiqte personi vetë. Sa kohë keni që I keni shkëputur kontaktet me të? Po, që nga qershori, po e kam telefonuar edhe kam shkruar shumë mesazhe dhe përsëri nuk ka funksionuar. Çfarë mendoni se ka ndodhur? Çfarë dyshoni? Po, besoj se ishte një skenë mashtrimi. Unë dua që të më ndihmoj emisioni sot për kthimin e lekëve nga personi që të ketë ndërgjegjësim. Mi ka dhënë cash, se këtu është problemi tjetër, që qarkullin merit I këne, merit I ane, prandaj e duhen me bankë, mërë që të lesh gjurmë, dhe në mos bën do të një akt notarial, ke gjurmë në bankë. Shkruhet aty arsyet, pyet ajo e sportelit, Marcela, për që më ke Raiffeisen Bank, thot, për çfarë e çu këto lekët ose mirë gentit? Qëllimi dërgesës. Po. U ha ose për blerje makine. Dhe kur I merr policia ato thotë ja ku I ke valla në bank, ja kam çu për makinë. Se mirë noteri s'dini me bë. Se njihni noterin si koncept, si nocion. Paktën çojnë me bank. Ja kam dhënë kesh në dorë. Kesh I mori në dorë, kesh dhe ne në dorë ja dhamë. Dijeni pak. Pa diskutim që emisioni Stop do të kërkonte edhe deklaratën e palës tjetër. Kemi arritur që ne të kemi fillimisht në komunikim atë e pastaj të takojmë atë fizikisht. Unë merrem me dropshipping. Njerëz është tani unë kam 10 trajnime aktualisht të drejtë. Ja ke mbaruar punën apo jo? Unë kam 2 seanca trajnimi që Orestit I kam thënë do thoj kur je I lirë. Tani kur Oresti shkruan, unë s'jam I lirë. Kur I shkruaj Orestit s'është I lirë, ka kohët e fundit që thjesht vetëm më merr në telefon. Nuk meriton ai që ti t'i hapësh telefonin sepse ai çdo do dyshoj. Në momentin që ti nuk ka telefon, unë kam mesazhe të gjitha. Po, ma e di unë që I kam edhe unë se nuk është problem. Unë ta jap telefonin, I kam edhe unë të njëjtat mesazhe. Dakor. Nuk është problemi këtu. Tani çfarë do bëj? Do I mbarosh punën apo do I kthesh parat? Parat si ja ke marrë? Ke një faturë që Jo, mi ka dhënë kesh. Ose ti mbaron punën, ose ti kthen parat. Për mua e vazhdoj punën deri të martin I ketë mbyllur, vetëm më caktoj një orar fiks siç ta kam thënë dhe herë tjera që ta kam caktuar në mesazhe. Unë s'u kam lënë gjë për gjysmë, mund të thoj jam në thoj orar, ti më thoshe një orar si ishte available asnjëherë, jam në punë, sot jam në punë, sot jam I zënë, sot jam këtu. Pastaj edhe unë isha I zënë, siç je ti jam dhe unë I zënë. E mira do të ishte që të dy palët të arrinin në një marrëveshje, do të mbaronte punë eksperti apo do të kthente parat. Në fakt ai premtoi se do të kthente parat. Përshëndetje, falenderoj emisionin Stop, të cilin më bëri të mundur kthimin e lekëve personi të cilit kisha problemin. Faleminderit.
Shikoni, që ta kuptoni njëre mirë, se duke na lënë më shumë kohë për të mos u marrë me këto gjëra, me ndoshta me probleme më serioze. Këto raste që bëjmë, ose këto kazuse, ose këto elemente kësaj gjëje që bëjmë për të shërbyer ju në përshpia, jo aty që duan t'ju mashtrojnë. Juve që jepni lekë vëlla për dyqane, për mobileri, për kut, për makina, për çonta, për gjupa, ku diun. Thritini menes. Mashtrimet janë po gëllojnë pa fund. Thritini menes. Unë nuk po them që mos blini, po. Me dokumenta. A morë mërja unë? Ka kompani serioze sa duash. Pa tjetër që ka. Bajza, mas emisionit prendove që kemi thonë, që do bëjmë? Ha? Pastrojnë, pa tjetër. Pastrojnë unë e me gentin. Iha! E di si do e gjemë studion kur të vim tonën, në? Jo për gjë po kemi moshën. Kemi moshën. E di si do e gjemë studion tonën, në? Ha? Si, jo. 1, 2, 3. Si do e gjemë? Pastër. Mua për gjemë këshu. Ting, bëhe, ting. Oke, shkelqej gjitha ne. Hajde, qoni të shit. Se për të pastru e dima që do e boni, do e qani me lotë, për të pak të në këtu. Triti! Slonza! Onza! Zero 67 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.